fundit politike në vend nga debatet për zgjedhjet vendore në Tiranë, të përplasjes brenda opozitës dhe diskutimet për reforma të mundshme kushtetuese kanë rikthyer në qendër të vëmendjes balancat politike dhe të ardhmen e bashkëpunimit opozitar. Në këtë kontekst do të diskutojmë do të diskutoj me zotin Agron Duka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, për të analizuar kështu skenaret e mundshëm të garës në kryeqytet, raportet brenda opozitës, po ashtu edhe ndikimin që mund të kenë këto zhvillime në zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu do të ndalemi edhe te debatet për koalicionet parazgjedhore, ndryshimet kushtetuese, si dhe çështje të aktualitetit që kanë ngjallur diskutim publik dhe politik në vend. Zoti Duka, Erion për Erion, le ta themi kështu, por kë do të parapëlqejë kryeministri Rama pasi për Braçën nuk ka dhënë akoma verdiktin e tij në publik? Nuk e di, po besoj që është i orientuar nga Maresteliu zoti Rama, e ka shprehur publikisht, edhe unë mendoj që do mbështesi kandidaturën e Maresteliut. Megjithatë, politika statike është lëvizje, duke pas parasysh ngjarjet e fundit, edhe të ardhmen mbase mundet të dalë një kandidaturë tjetër nga Partia Socialiste. Zoti Duka, ju ishit të parët që dolët hapur për Braçën. Mendoni se Berisha do të mërzitet? Jo, s'ka, sepse unë jam parti tjetër politike. Ju thatë në fillim që vehen diskutim koalicionet e tjera, nuk është vërtet. Faktikisht kam shpreh simpati për një person që është tek PS-ja, siç edhe për kandidaturën e Arben Malet nëse del i pavarur në Florë, por kjo nuk do të thotë që do prish koalicionin në gjithë Shqipërinë. Domethënë dalja e Braçës nuk është kaq e lehtë sa mund mendohet. Thjesht që unë shpreh një simpati për punën e tij, për eksperiencën e tij, edhe mendoj që është më i mirë se të tjerë për Tiranë, siç është mund të jetë dhe Mala për Vlorën, nuk do të thotë që domethënë mbërzitet Berisha apo prishën koalicionet. Këto janë diskutime të cilat mund të vazhdojnë një vit, zgjedhjet vendore janë pas një viti. Megjithatë unë qëndroj fjalës që kam thënë, nëse del Braçë qoftë i pavarur, nëse nuk bien dakord me zotin Rama, domethënë unë dhe Partia Agrare Ambientaliste mbështesim zotin Braçën. Siç edhe Malajn, i cili përveç tjerave, që është shumë njëri me kontribute, njëri që nuk krahasohet me asnjë nga ato kandidaturat që mund të jenë për Bashkinë e Vlorës, qoftë Majtës apo Djathtas, por përveç tjerave ai ka qenë një njeri që ka dhënë kontributin në Partinë Agrare Ambientaliste për çështje të ndryshme, natyrisht si këshilltar, jo si antar i Partisë Agrare Ambientaliste, kështu që zoti Malaj është Majtas, edhe ai, edhe besoj që më të emër me vota Majtas. Megjithatë, unë në një intervistë para pak minutash, para pak orësh, thash që Male ka fshon Majtas. Kanë bërë disa telefonata nga Vlora, më kanë thënë që ka ditë, sepse Male është njëri që mund të marrë votat Majtas dhe Djathta, për shkak se ka kontribute edhe ka bërë punë të mira për Vlorën në kohën që i ka qenë me detyra ndryshme si ministër e tjerë. A mendoni se kjo është një lojë Ramës për të sfumuar kështu opozitën, apo duke krijuar idenë e një opozite brenda mazhorancës me Braçën, i cili shpesh mban qëndrime kritike dhe më pas tërhiqet? Braçën faktikisht ka pas qëndrime kritike në vazhdimsi, sidomos problemet e bujqësisë, siç është ajo TVSH-ja e produkteve bujqësore dhe elektorale. Shpesh herë, apo subvencionet, shpesh herë ka qenë i dakordsuar edhe me mendime Partisë Agrare Ambientaliste, dhe përveç tjerave mund duket, sipas meje, është një njeri që, domethënë, bien desh me kohën që po jetojmë. Po diskutohet gjithë kohën korrupsion, shpërdorim e tjerë. Ndërkohë Braçë, të paktën e jep të lloj imazhi, është njëri që nuk ka asnjë nga ato për cilët diskutohet kaq shumë, sidomos tek mazhoranca. Që dini, domethënë, spaku ka vepruar, vazhdon të veprojë, vazhdon të jetojë për të tilla probleme, ndërkohë unë besoj që Braçë ka një opinion shumë pozitiv, sidomos në këtë drejtim. Që çdo ishte keq, edhe themi drejtën, Braçë nuk ka pas detyra të rëndësishme
menaxheriale, domethënë si ministër, kryetar bashkie e tjerë, ka pas edhe detyrë politike. Ka qenë një periudhë shkurtër zëvendës kryeministër që për mua është një detyrë që edhe post që si është punë kërkuj, zëvendës kryeministër nuk ka si gjë ndosht, të gjithë poroti thonë kryeministri në varësi me ministrat, nëse edhe ministrat kanë kurarin që të kenë vendimarrje, po përgjithsisht kryeministra. Kështu që nuk është provu njëherë. Ndërkohë që tjerët janë provu edhe majoranca përgojohet gjatë gjithë kohës, siç e dini dhe ju si dini shqiptarët, për korrupsion. Kështu çdo ishte keq që të merret një njeri i cili nuk është provuar në detyrë të tilla dhe ka një imazh pozitiv për sa i përket këtij problemi dhe të mund të bëhet kryetar i jashtëm Bashkisë Tiranës. Po kjo s'do të thotë që Partia Grandaliste nuk do jetë aleancë me Partinë Demokratike, sepse nuk është vetëm Bashkia e Tiranës, por janë shumë bashki në Shqipëri. Edhe për të që nuk dinë akoma kandidaturët të edhe në diskutime sipër. Janë opinionet mia, natyrisht edhe në diskutim me njerëzit me kryesinë e Partisë Grandaliste, dhe unë besoj që nuk do ishte keq nëse do arrije një gjë e tillë. Pastaj hatërmbetjet si stat juve, mos mërzitë dhe unë, mos mërzitë i tjetri, to politika normale fare. Do janë fund fundit njeriu është i lirë të mendojë të vendos sipas opinioneve të vet. Zoti Duka, duket se edhe mes kolegësh preferohet më shumë Braçe se sa Ogerta Manasirliu. A më dhoni ju? Ta siguroj unë, ka kriju Rama një klimë të tillë ku njerëzit nuk shprehen lirshëm, sepse u bë kaq shumë vjet pushtet, ka grumbulluar shumë pushtet rreth vetes, nuk ka asnjë lloj solucioni që nuk është i varur nga Rama, për më tepër duke qenë që sistemi zgjedhor i tillë ku ai e mbron gjithë deputetët, bën qeverinë e tjerë, që krijon të lloj klime mbytëse që njerëzit nuk shprehen lirshëm. Po unë njoh shumë mirë bazën socialiste dhe mendoj që shumica e bazës socialiste, edhe ato që janë në asamblen e Partisë Socialiste, për shembull, kanë opinione natyrisht, se dikush që më thotë, po ku e di ti, po kam njoh njerëz edhe brenda asambles, për më tepër edhe në bazë njerëz të Partisë Socialiste, janë më tepër pro kandidaturë të tillë, i cili është si thosh profesion realisht Partisë Socialiste, siç është zoti Braçi. A është vonë opozita në veçanti Partia Demokratike me zgjedhjen e një emri, teksa zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës po afrohen? Sepse keni fjalë vetëm për Bashkinë e Tiranës, unë di që atë ka dalë një kandidaturë të diskutuar, po besoj që brenda domethënë strukturave të veta, brenda kryesisë, bashkë me zotin Berisha, ata kanë kohën e duhur që të mund të shoqërishin dhe të gjejnë një kandidaturë e cila të jetë kandidaturë si thosh e premtuese. Ajo që unë do sugjeroja, nëse do isha, sidomos për Tiranën, për qaqe të tjera mbase mund të merren opinione edhe nga strukturat, për Tiranë do ishte mirë të vendosesh pas një sondazhi. Sondazhi ka, domethënë, është shumë tregues real faktikisht, nëse bën sondazhe serioze, në mënyrë që të gjesh një kandidaturë e cila të jetë sa më afër fitores. Edhe unë besoj që një gjë të tillë ka kohë të bëhet, se nuk është vonë, domethënë ka edhe një vit kohë, dhe besoj që Partia Demokratike bashkë me strukturat e veta do gjejnë kohën e duhur që ta realizojnë një gjë të tillë. Pas edhe për disa bashki tjera të mëdha, siç është Durrësi, Vlora atje. A mendoni ju, zoti Duka, se Partia Socialiste do të dalë me 2 kandidatura dhe nëse po, çfarë do t'i sillte kjo opozitës? 2 kandidatura të Tiranës ke thënë? Po. Ja, nuk besoj. Me vullnetin e vet nuk del se s'ka logjik dalë. Do dalë me 1 kandidaturë, se nëse del me 2 kandidaturë do thotë që çopton votën e majt. Kështu që me vullnetin e vet do dalë me 1 kandidaturë. Nëse ka shiizma që ka ndodhur qoftë majtas apo djathtas, që shpesh do jetë ky rasti, por nëse ka, atëherë natyrisht bën 2 kandidaturë, po s'ka kandidaturë të PS-s. Njëri është PS-s, njëri është pavarur. Rasti konkret. Nuk po konsideron PS-s.
Nëse do të flisnim për Florian Binaj, a do të ishte një kandidaturë unifikuese, po e quaj në të gjithë kampin opozitar përballë Braçës? Nuk e di, nuk ka në background çfarë. Për sa i përket politikës, si artist është i mrekullueshëm, unë jam simpatizant i tij, por di që Partia Demokratike ka bërë sondazhe dhe i ka rezultuar me shumë simpati në publik. Përballë për shembull Braçës, po ti krahasosh, njëri është një kandidaturë me eksperiencë politike, do thonë plotësisht politike, siç është Braçë me shumë eksperiencë, ndërkohë tjetri mund të jetë njëri që e njohin shumë, mund të jetë shumë simpatik, po natyrisht ka një farë ngërçi për sa i përket politikës, se çfarë do zgjidhë qytetarët shqiptar të Tiranës, nuk e di. Po me sa duket, akoma janë në diskutime sipër, nuk është se, sipas meje, nuk është se ka një formë përfundimtare, ajo ishte për kohën ku diskutu që ishte koha zgjedhjeve të pjesme, ndërkohë tashmë nuk shoh që të jepet prapë rëndësi, sepse nëse kanë vendosur PD që do të kandidojnë këta që thonë juve, thonë Binaj, atëherë do të vazhdoj të diskutohet sa më shumë tjetë e mundur, duke qenë që ky nuk ka një lidhje organike me PD-n apo me politikën, sa më shumë që të, si të shtimshohet këtij fakti, aq më mirë do ishte që të ishte një farë lidhje qoftë me strukturat e Partisë Demokratike. Ndërkohë nuk e shoh një gjë të tillë, kështu që base mund të tërhiqen nga ky emër. Nuk e di, tash edhe këta e kanë dorë Partia Demokratike, sidomos për Tiranën, nëse qytetet e tjera që mund të jenë më të vogla mund të ketë edhe një marrëveshje me një parti tjetër të vogël, siç është edhe partia jonë, mund të kemi edhe diskutime për një bashki në Tiranë, padyshim kandidaturat të vendosen përfundimisht nga Partia Demokratike, në konsult natyrisht edhe me tjerë. Për shumë kënd Berisha e ka kthyer opozitën në monopol të Partisë Demokratike duke përjashtuar partitë e vogla. Zotë Duka, ju si e mendoni këtë duke marrë? Berisha mund të ketë mëkatet e dynjas, për sa i përket partive të vogla. Berisha i ka dhënë dorë sa dush. Në parlament ke me sa di 4 apo 5 parti politike, cilët janë parti parlamentare nëpërmjet bashkëpunimit të Partisë Demokratike, sepse ky kod zgjedhor, nëse do të dilesh në më vete çdo parti e vogël, në mënyrë absolute s'do të kishte asnjë shans të shkonte në parlament. Kështu që duhet fillu nga Partia Demokratike, Partia Republikane, PDU-ja, ajo partia tjetër tash se kush i më bën emra të atje, nuk do ishin prezent në parlament nëse nuk do kishin një marrëveshje me Partinë Demokratike. Nga ana tjetër, natyrisht duke qenë kodi zgjedhor i disfavorshëm për partitë e vogla, është edhe i disfavorshëm për partitë që kanë aleancë, siç është Partia Demokratike. Kështu që nëse nuk do ishin këto parti në aleancë, do shkuteshin disa vota akoma më shumë Partisë Demokratike dhe do kishin një numër të vogël deputetësh. Por këtë do të sumin ndaj partive të vogla nuk e ka bërë Berisha, themi drejt. Sulmi ndaj partive të vogla ka bërë kodi zgjedhor, gjithë arnimet që u bë, e cila u bë nga maxhoranca, u bë nga Zoti Rama, e cila nuk ka as kandidat. Kështu që nëse do ishin ato koalicione klasike, çdo parti politike e vogël mund të dilte më vete, por në koalicion me një poshtë, për shembull me PD-n, edhe duheshin shumë më pak vota për të marrë një deputet. Për shembull, pak a shumë Durrës duheshin 6.000 vota. Nëse Partia Kapitaliste nuk me 6.000 vota, merr 8.000, do 2.000 kaloshin PD-s. Nëse nuk me 6.000 për qitë deputet, po merr 5.000, përsëri këto 5.000 i kalojnë poshtë opozitar. Kjo është disfavor të maxhorancës, kështu që ka arnu një kod zgjedhor e cila shkon direkt në dëm partive të vogla. Nuk ka bërë Berisha këtë punë, jo bëra. Nuk di se ç'mund të shkojë mendin për të ketë bërë Berisha. Tash, Berisha mund të ketë mëkate sa dush, por në këtë rast i ka dhënë dorën partive të vogla, gjithë partive të vogla. Zoti Duka, çfarë po ndodh me tryezën e bashkimit të opozitës? Një sër intelektualësh me Ermal Hasimja që tentuan ti bashkonin. A mund të themi që edhe kjo përpjekje dështoi? Kjo është një përpjekje shumë pozitive, nuk mund të themi që dështoi për arsye se një ngjizje e tillë do kohën e vet, do të saturohet, nuk është kollaj të bëhet. Ata intelektualë emët të cilët ju përmendet janë njerëz me vizion,
me sens pozitiv, natyrisht besoj me orientim djathtas, të cilët të vazhdojnë të negociojnë me faktorët opozitar, jo në politik, po edhe me shqiptarët civile, në mënyrë që një gjë tjetër të bëhet e mundur para zgjedhjeve vendore. Që nuk mund ta quaj dështim. Dështimi është nëse dorëzohen përfundimisht nuk arrihet, nuk është e lehtë faktikisht që të arrish të bashkosh pjesë të opozitës të cilët mendojnë se cila është më e rëndësishme se tjetra. Ndërkohë ne duhet të jemi të bindur që pavarësisht rëndësisë që mund të ketë ose peshë specifike çdo parti e vogël, e cila është në pozitë, nëse nuk grumbullohen që të gjithë së bashku, me krye votën e cila do t'i ka shumë më tepër vota se të gjithë në tjerët, kjo e bën të pamundur, misioni pamundur të rotacionit pushtetit. Ju duhet patjetër të bashkoheni. Unë mendoj që ka akoma kohë dhe nuk besoj që shkon ajo që thoni juve që dështuan. Ato kanë tentuar dhe vazhdojnë. Dhe sa di unë, që shohim se kur do jetë rezultati. Ka kohë deri para zgjedhjeve vendore. Alarmi i dieshëm nga ambasada amerikane në Tiranë për një kërcënim të mundshëm nga Irani drejt Shqipërisë solli sot të majtë të djathtë në debat në parlament, por duket se publiku nuk është i qartë ende në lidhje me këtë situatë. A duhet marrë me rezerva apo seriozisht? Tash nuk e di si mund të merret me rezerva një deklarat. Ato thonë është rutinë. Okej, rutinë mund të jetë, por faktikisht të sjellë në vëmendje edhe një fakt tjetër që nuk është rutinë, nuk është klishe për vende të tjera, që neve kemi pjesë të opozitës iraniane në Durrës, Turkmanistan. Kjo e dallon nga vende të tjera, apo nuk është lloj, ka thonë që jo po se rutinë është klishe se gjithanë kështu e bëjnë, por këtu ka një tjetër faktor, e cila të bën që ti ta mendosh seriozisht të punë. Ajo pastaj ndarja në parlament, ajo është çmesi që bëjnë ta majtë të kot, ndërkohë që Fatmi Mediu, i cili ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, propozon, edhe thotë, sugjeron që jo, unë menoj që duhet presidenti të mbledhë Komisionin e Sigurisë Kombëtare nga e cila varet nga presidenti. Edhe nuk flet kodë, pavarësisht se i drejtohet e gjotë ti ke mëkatet tuaja të tjera. Me sa di më të mëkatet, ai ka tani pa faqe. Megjithatë, ka skam ai thotë i gjotë, të cilën fund se ka vetë për vete, se ka as për majorancën, por ka për gjithë popullin shqiptar, plus që ka një eksperiencë e zakonshme. Unë di dhe kam qenë prezent, që Fatmiri ka drejtuar, domethënë, takime shumë të rëndësishme për sigurinë regionale, ndërkombëtare, ku ka pasur general NATO-s. Pra, e konsideron bota të tjerë, që dhe SBA-ja në shumë raste, me 10 raste të jonë. Edhe po të hyni unë në Facebook, mund të shihni që ai moderon në mënyrë shkëlqyeshme dhe drejton takime të tilla. Se kalo keqe me bë, me thonë, me nda me zor këtë punë majtë dhe djathtas. Nuk e di se a është domosdoshme apo s'është. Këtë pastaj le të vendosin, po mënyra e komunikimit lëm për të dëshiruar, duket sikur domethënë e nënvlerësojnë këtë punë thjesht sepse ngren një personazh që është në opozitë. Për mua nuk është normale kjo. Ti shif, domethënë, ku e ka qëllimin? Qëllimi është pozitiv. Duke qenë qëllimi pozitiv mblidhu, nuk të kushton si gjë, edhe vendos. Se të kesh një vigjilencë të shtuar në kushtet e Shqipërisë, duke qenë që Shqipëria është arrestuar për krah dhe ka bërë shumë një Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se është anëtar i NATO-s. Por ka edhe këtë problemi tjetër që thamë ne dhe kemi këto neve, kemi Tulman, kemi shumë afër në Durrës. Atëherë në këto kushte, nëse të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare, si quhet, i cili varet nga presidenti, e çfarë problemi ka këtu? Pse do të më kthy këtë punë të zbon në një konflikt ndërmjet majorancës edhe opozitës. Opozita shprehet që duhet, majoranca do jo se kjo na ndjell panik. Çfarë panikun ndjell kjo? Situata është kjo që po themi. Nëse ti mbledhesh atje në ato institucionet tuaja, çfarë problemi ka këtu? Unë ç'e kuptoj. Nuk është problemi se u kërku që të shpallë një gjendje jashtëzakonshme. Gjendja e jashtëzakonshme ka disa kushte. S'kërku kjo. U kërku të mbledh, nuk e di, Komisioni i Këshillit i Sigurisë Kombëtare, si quhet, i cili u varet nga presidenti. Çfarë ka një këtu? Sepse mbledhen gjithë institucionet, gjithë instancat, të cilat merren me këtë punë dhe koordinojnë. Por
Shtojnë vigjilantët. Sot është 2 prilli që shënon masakrën e Shkodrës. Kur Berisha foli, a ju duk një deklaratë me tone kontradiktore? Në jo, që pjesa e opozitës me thonë të drejtën ka qenë, si thonë, viktima 2 prillit. Pjesa e maggiorancës, ato paraardhësit, natyrisht ka lidhur me partinë e punës, me partinë që ka qenë atë kohë. Si me thonë që janë mëkatare, për jo njerëzit që janë në parlament, atyrisht. Kanë në shumë kohët, kanë 30 vjetë. Të ishte e udhës, deklaratat, atë kërkesën për heshtje, ta bënte opozita, të ishte e udhës. Ndërkohë, maggioranca në shkatësi funksionit përfitu base edhe politikisht, e shprehu dhe u duk që provokim. Tash nuk e di si mund të them, po kur pas në përdajme që pas ka vazhdu të qukurora e tjera, kjo nuk shkon. Sepse fundit parë si tuj, ato që ti sot militovi kjo bëjë partije, e kanë boket që ti e që masakrë, pra këtë lloj ngjarje. Kështu që e teprohet. Nëse, domethënë, fillon e merr si e bën si kaos tatën, ndërkohë që ti ke qenë ai që e kriju këtë lloj ngjarje. Çfarë mendoni për ndryshimet kushtetuese ku pritet të diskutohet edhe për koalicionet parazgjedhore, aq shumë të kërkuara nga Unë mendoj që s'ka për të bëjë hiç. Kanë rahat kohën zgjedhore pak të maggioranca, kam një gjysmëbesimi ke opozita që e ka fjalën ke PD-ja, sepse ka një vërdinë e vetë që të bëhen këto koalicione zgjedhore, këto, si që thash, që mundohet me shpjegu, sepse pse të japi pas një deputet. S'ka pse japi disë të mbyllur, të japi ta mori vetë. Se si që thash, nëse nuk e merr votat, i merr prapë opozita. Nëse i kalon prapë ato që kanë rënë opozita. Kurse kështu duke qenë që një parti, si që shpartia ka rëndë, ka disa vota të zemë turët, pa themi 5.000-6.000, për t'i morë këto 5-6.000 vota, edhe ca në për qaqe tjera, për që të dërhum që të bo një marrëveshje të tillë, që ta fusin në listë, edhe krijon problematika edhe me të vetët, si që keni pa, hadër bedje e tjera. Pa mi që se cili me siklin e vetë. Por, me këtë kohë zgjedhore, këto partitë e vogla janë të destinuar të dështojnë nëse nuk bën aleancë me një nga partitë e mëdha. Zëllëmahin dhe kaosin që po ndodh brenda Partisë Demokratike prej kohësh tashmë, si e shihni? Zëllëmahin the? Zëllëmahin. Zëllëmahin që po ndodh dëgjoj. Dërmjet dy urtakëve, po një garë. Nëse ka fitohet, nuk ka asnjëherë problem. Edhe nëse në një nga urtakët merr më shumë se i takon. Sa fillon humja, këtu fillon problemi. Zëllëmahia do të ekzistonte sepse kanë çajbje. Rreth 15 vjet, për shkak 16, 14, për shkak 16 vjet opozitë. E natyrisht, duke qenë opozitë problematika, ai bën ofertë nga ana tjetër, merr nga një, merr nga dy, vlorën ka thonë që ka marrë kohë më shumë. Kështu që problematika krijon kjo punë. Që ne ka gjatë opozitës. Është shumë vështirë vjetash. Për ne krijon kjo zëllëmahia, si thotë.